Deklaratat e presidentit francez Macron, i cili paralajmëroi Moskën se dhe ata kanë armë bërthamore, kanë acaruar rusët. Pas zyrtarëve të ndryshëm, një reagim ka ardhur edhe nga vetë presidenti Vladimir Putin. Ai ka deklaruar se Macron kërkon të jetë si Napoleoni, por harron se cili ishte fundi i tij. Më 5 maj 1821, Napoleon Bonaparte vdiqi rrethuar nga idhtarët e tij në një shtëpi të rënuar, të mykur dhe plot me minj në ishullin britanik të Shën Helenas, shumë larg shtëpisë së tij. Ka ende njerëz që duan të kthehen në kohën e Napoleonit, duke harruar se si përfundoi ai, tha Putin gjatë një takimi me stafin e Fondacionit Mbrojtësit të Atdheut, i cili është i përfshirë në mbështetjen e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë. Më tej ai tha se gabimi i armiqve është se ata nënvlerësojnë karakterin e popullit rus. Po ashtu ai tha se Rusia nuk ka nevojë për asgjë të huaj, por nuk do të heqë dorë nga ajo që është e saj. Ne nuk kemi nevojë për asgjë që u takon të tjerëve, por nuk do të heqim dorë nga ajo që është e jona, tha Putin. Po ashtu deklaroi se luftëtarët e brigadës së 810 po çlirojnë rajonin rus të Kurskut. Tani për tani ata janë në një zonë shumë të rëndësishme. Ata po luftojnë në një drejtim shumë të rëndësishëm në rajonin Kursk. Në kushte të vështira ata po ecin përpara, pavarësisht vështirësive, duke kryer çdo ditë një mision luftarak, tha shefi i Kremlinit. Tani për tani, djemtë po luftojnë dhe po kryejnë misione shumë të vështira luftarake. Ata po ecin përpara tani dhe çdo ditë po çlirojnë copë pas cope të tokës sonë, përfundoi Putin.